Mungesa e infrastrukturës dhe rruga e dëmtuar ka bërë që qindra banor të fshatit Luz në zonën e Fushkrujës të dalin në protestë. Së bashku me disa përfaqësues të bizneseve të zonës, ata shprehen të revoltuar për shkak të gjendjes së rënduar të rrugës që kalon përmes fshatit, që e lidh atë me autostradën dhe pjesën tjetër të vendit. Ta provojmë një. Shkaku a vetëm rruga. Asgjë, sepse këtu është shkolla. Këtu pinë fëmijët, kalojnë fëmijët këtu në këtë rrugë. Plus e do shkojnë në shtëpi. Për ne kjo është katastrofë, se 25 km nga Tirana kjo rrugë, kjo është që kjo një, e dyta, të gjitha firmat që kalojnë këtu, as u bie me hedh kaj lapat. Ka ku rruga, çdo gjë rruga është po bë rruga skandal. Gjithë gropa, këtu kalojnë fëmijët e shkolla, gjithçka. Derisa s'ka pyet kush për rrugën, s'pyet njëri. Për sa kohë është këtë gjë? Ka një mbi vit. Sa që hyr robi mren e humet. Është nga autostrada deri ke karburanti Delvinëve e njëjta rrugë. Ne pranoj kena unazë qytetit, unazë madhe. Edhe turistave, edhe krujs, edhe fushkrujs, edhe mamorsit, edhe gjithë turistat, gjithë ne kalojnë. Prezent në këtë protestë ka qenë edhe ish kandidati i opozitës për deputet në zgjedhjet e 11 majit, Aulon Kalaja, që ka dalë në mbështetje të banorëve. Sot me banorët e Luzit, po jo vetëm, janë dhe të fshatrave tjerë. Luzi është një nga fshatrat më të mëdhenj të Fushkrujës. Rruga është një gjendje totalisht skandaloze në të gjithë gjatësinë e saj. Këtu jemi te shkolla Gjon Luka, po të shikosh edhe dalin autostradë që majtas merr për Tiranë dhe djathtas për Shkodër, po edhe në hyrje të fshatit, që është unaza kryesore e Fushkrujës, është në një gjendje të amortizuar. Para disa ditë kemi pas edhe kanalin e ujit, i cili ka qenë i çar, kanë ndërhyr dhe kanë rregullu, siç kanë ndërhyr me rregullu kanalin, të dalin të bëjnë edhe rrugën tani, sepse Luzi është një nga fshatrat që pagu taksat në mënyrën më të rregullt në Republikën e Shqipërisë, por është fshati më i diskriminuar. Janë duke lënë lek për makinat, amortizohen makinat në një mënyrë të frikshme dhe shkojnë nëpër pikat e serviseve. Gjithë bizneset tu që janë të rruga kryesore e Luzit kanë dështu. Njoni që ka i lavazh më tha që nuk shkojnë më makina se si me ula. Shkojnë makina lartë në lavazh dhe del në rrugë dhe bëhet pis. Tjetri që ka servisin aty, nuk i vinë makinat as nga Lezhë, as nga Laçi për marrë me u rregullu. Ai që ka pjesë që i sjell pjesët nuk vjen me hyrë në rrugë, i merr frika, edhe gjithë këto kamiona që i shikoni këtu nuk është asnjëri i mërzit që është bllokuar rruga. Janë gjithë pro protestës sepse janë amortizuar kamionat në një mënyrë të frikshme. Ky segment rrugor është pjesë e unazës së madhe të qytetit të Fushkrujës dhe sipas banorëve prej vitesh është degraduar plotësisht, pasi në të qarkullojnë vazhdimisht mjete të rënda që i shërbejnë fabrikës së çimentos, guroreve dhe aktiviteteve të tjera industriale.